Shikues të nderuar të emisionit Këshia Shoja ku për I takuemi në një emision pak më ekskluziv, edhe një intervistë pak më interesante, kemi ardhur ekskluzivisht në Tiranë të vizitojmë një mik të gjithë shqiptarë, por sigurisht edhe natyrisht edhe të emisionit tim Këshia Show. Ai ka kontribuar shumë për vendin tonë, veçanërisht për Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës. Nga viti 97 në gusht të vitit 1997 vendoset në krye të shishit, shërbimit informativ shqiptar, por mbi 50 vite ka punuar edhe si pedagog I fizikës, shkencave natyrore. Me neve sonte është I nderuar I Fatas Klusi. Faleminderit shumë që pranove intervistën. Faleminderit ju që më ftuat në intervistë. Faleminderit që na pranove në intervistë. Gjesta më kërkoni në intervistë, më vlerësoni, unë s'merrni në absolutisht. Njerëz kot. E meriton më të vlerësu, sigurisht. Nuk e di sa e meritoj, po. Me gjithë faktin që kemi ardhur ne këtu, normalisht e meriton edhe shumë. Faleminderit. Thash edhe në prezantim që keni punuar edhe si pedagog mbi 50 vite, ndoshta zgabova. 56 vjet. 56, mbi, thash mbi, nuk gabova. Si pedagog I fizikës, a? Pedagog I fizikës. Shkenca eksakte. Eksakt. Po kështu si profesora ke përdorur dhunë herë dhunë fizike? Jo. Me që ke qenë profesor I fizikës? Kam qenë në fakultet, nuk. Ndonjëherë gabojnë mësuesit e shkollës fillore ose gjojnë në shpull, po jo në fakultet. Po dhe se këtu të na, domethënë nga Kosova ka qenë një profesor I fizikës, edhe thanë studentët her pas here bëshin zhurme edhe përdor ke dhunë fizike, tha profesori matematikës po ushtron dhunë fizike, tha po shumë jafë, I mban 2 orë me 1 orë. Në qoftë se do ushtrosh dhunë fizike mbi studentët, ata janë shumë ti e vetëm. Total keq. Në mos gjithmonë ndonjëherë do të përgjigjen. Po nëse s'ka shanse, nuk ka pas shanse kur do. Profesor, nëse domethënë politikanët shqiptarë në përgjithësi, domethënë si në Kosovë dhe Shqipëri, e kishte krahasuar me gravitetin, me njerëz që I tërheq nga vetja, domethënë një politikan e kishte krahasuar me forcën e gravitetit. Se na e dim që graviteti tërheq trupat nga vetja. Cilin politikan e kishte krahasuar me forcën e gravitetit, si në Kosovë dhe në Shqipëri? Me forcë më ka shku më hermendja, është një pyetje shumë e vështirë. Forca e gravitetit. Politikanët sigurisht vlerësohen, njëri më shumë, njëri më pak. Në qoftë se vlerësimi, tërheqja që ka njerëzit tek ta, ti e qunë ekuivalente me gravitetin, Shqipëria ka pasur dhe ka njerëz, të paktën në këto 30 vjet të fundit, po flasim për demokracinë, sa I sistemi ishte tjetër gjë, atje s'merresh vesh sakse. Kë pëlqenin, kë nuk pëlqenin gjithë njerëzit. Po për shembull, a mund ta krahasojmë kryeministri Roma që po I tërheq tash, domethënë për herë të parë mbajt samiti evropian në Tiranë. Shiko, nuk është gjë e vogël. S'është ky problem. Rama është 4-ën herë kryeministër. Kjo është prova që ka gravitet të madh. Se që I thriti ata, arriti t'ja mbushi mendjen, Shqipëria ka bërë kërkesë me hyrë në Bashkimin Evropian dhe ata e bëjnë që përpara se të hysh të sajdisin. Nuk është ngjarje e vogël, por graviteti kryesor është I popullit. E ka votu. Pa e kam po shpeshherë në për intervista tua që e ke krahasuar domethënë edhe politikën me biznes, ke thonë që politika është Është sigurisht biznes është. Pse, në çfarë forme mendoni? Po sigurisht, ata njerëz që futen në politikë natyrisht është një lloj tjetër biznesi, nuk është një biznes ku fitimi është e qartë, luftohet për atë fitim. Por po ta quajmë fitim emrin që fitojnë politikanët, gravitetin që ti e quajtë kështu, ata për atë luftojnë. Nëse ti lufton për gravitetin, ky është interesi jot. Kurse një biznesmen I zakonshëm ka për lek, për parat. Luftën që bën. Por është biznes. Të ecën, provon këtë, provon atë. Shiko, biznesi është një aktivitet që I vlerëson njerëzit. Ai që fiton më shumë, ai është më I suksesshëm. Në politikë e njëjta gjë. Një njeri që si Rama që zgjidhet për herë të 4 kryeministër, ka qenë 3 herë kryetar bashkie në Tiranë. Sot është praktikisht politikani me jetën më të gjatë në pushtet. Absolutisht. Ka qenë Berishën më përpara, Fatosikun më shpejt, Rama sigurisht është me jetën më të gjatë.
Edhe është si forca e gravitetit, absolutisht. Ka gravitet të madh. Ka gravitet të madh, të rek, Jo futus gavetja. lëre forcën, se forca është pastaj Po, veprimi. forca veprimi, po. Ja. Graviteti. Ka gravitet të madh, do ta quaj. Me që po e përdorim fjalën gravitet, s'para përdoret, po. Po, nga që për shembull thohet politika është biznes, a mendon që po e lidh me faktin që edhe politikanët nuk e mbajnë fort fjalën. Për shembull kemi pas raste edhe në Kosovë, po edhe këtu në Shqipëri për shembull që kanë thonë, për shembull Lirmeta nuk futem koalicion me të ose Albini dhe prapë jam fut domethënë. Nami për politikanët është që se mbajnë kurrë fjalën. Jo. Pastaj, më të mirët janë ata që e bëjnë më rrallë këtë gjë. Po të gjithë votuesit ankohen. Në përgjithësi, nuk është se gjithmonë kanë të drejtë. Pastaj është më kollaj të ankohesh se sa të lavdrosh. Por të gjithë ankohen që politikanët kur vinë në fushat elektorale, premtojnë shumë, bëjnë shumë, do bëjmë kështu, do bëjmë. Edhe pastaj e harrojnë këto gjëra se mbase se janë të vështira. Pra kanë premtuar gjëra që s'dihet që s'bëhen. Ndërkohë që mbase edhe kanë neglizhuar në që ke marrën punën e tyre dhe pra nuk është në çudi kjo që se mbajnë fjalë. Po profesor, Është gjithë bota ankohet që politikanët kur kanë nevojë për vota premtojnë, mburren, pastaj avash. e përmendëm kryeministrin e Tirana, po për kryeministrin e detyrë Albin Kurti, çfarë mendimi keni? Jo personalisht, në aspektin politik fjalës se në aspektin personal. Nuk jam dakord me politikën e tij. A mendon që është po përdorur një politik anti-amerikane ashtu siç thuhet në Jo, media? ai se ka fjalën brenda. Ai po përdor një politik për vota në Kosovë. Nuk është kundra amerikanë, se s'ka arsye të tillë. Por, mënyra si po punon ai për të marrë vota, natyrisht e ka acaruar me Amerikën. Po jo se është anti-amerikan. Ai e di që populli do, se ka vujt populli i Kosovës që t'jetë i pavarur, që t'jetë të vendosë ai, vendosin serbët për ta, se thash, pra është një dëshirë e madhe që në Kosovë që Kosova të vendos vetë. Edhe emrin prandaj edhe ka zgjedhur, nuk e ka zgjedh kot, vetë vendosi do. Me këtë ai tregon që shiko, ne do bëjmë që Kosova të vetë vendos. Por Kosova akoma është shtet sovran. Duam që të jetë Në kuptimin e plot fjalës. Në kuptimin e plot fjalës. Sigurisht, në kuptimin e plot. Ne duam që Kosova të jetë sovrane dhe pastaj të vetë vendosi. Po akoma jo. Kosova ka kuforin brenda. Është kufori që ka përgjegjësinë për mbrojtjen e Kosovës. Kosova se bën dot atë punë. Unë gjithmonë kam treguar në intervista kohët e fundit me që hapë për kryeministrin. E dini që u blen 2 drone Bayraktar. Po. Dhe kryeministri me gjithë ministrin e mbrojtjes shkon atje i pan ata dronat. Dhe mbaj mend skenën se Albini vuri dorën mbi njërin prej dronave dhe tha, ky është fillimi i aviacionit kosovar. Të Kosovës, mos e përdorim shpesh fjalën termin kosovar. Mbas 20 minutash fiks nga deklarata që bëri direkt në televizion kryeministri, doli generali italian që ishte kapo i KFOR-it, komandanti i KFOR-it, edhe bëri i deklaratë shumë thjeshtë. Ato avionta nuk do ngrihen pa lejen tonë. Japim lejen ne për të ngritur ata. Se ne kemi përgjegjësinë për mbrojtjen e hapësirës ajrore të Kosovës. Dhe ne nuk do ta japim atë leje për aksione ushtarake, për cilën janë ata drone. Për gjëra të tjera përdorin, i tha me shaka, po domethënë kjo është shenjë që vërtet akoma nuk është një shtet tamam. Sovraniteti nuk e ka 100%. Po këto ngacmimet që i bën her pas here prej shtetit serb, çfarë mendoni ju? Ngacmimet për shembull e patëm mbrom një lajm që 2 dron, domethënë kanë shkel territorin e Kosovës nga Serbia. Nuk çuditëm. Serbia se ka pranuar ekzistencën e Kosovës. Akoma pretendon që Kosova është pjesë e saj. Ma morën me forcë, s'kisha të di bërë. A mendoni, profesor, a mendoni që do të ketë luftë përsëri në Kosovë? Unë për vetë se besoj. Absolutisht jo. Është NATO brenda. Dhe NATO në kikën pa mbaruar marrëveshjet. Këtë kur ti don s'po e bën.
Më mirë të sakrifikoj ca gjëra, ca vota, se unë e di që ai bën vetëm për vota. E di. Bindja ime, e di. Po dhe? Në mendoj, nuk se kam informacion pa fund, sa keni ju për shumë. Si to e di, po e ndjek. Kosovën e ndjek. Dhe e di që ai punon për vota. Dhe them që më mirë të lëshoj ca vota se do fitoj më vonë, në qoftë se Kosova bëhet sovrane. Kështu si që ka njësa ai nuk bëhet sovrane. Nuk bëhet sovrane se vendosa ai që 4 bashkitë e komunave të veriut të jenë shqiptarë. Ata kryetarët të jenë shqiptarë. Është absurde. Nuk quhet sovranitet. Pse e bën atë dhe aty si shkon njëri në zyrë. Janë me në zyrë. Që këtu ishte që ai ka bërë llogarit gabim. Nuk kjo t'jep vota përkohësisht. Pse janë ca shqiptarë që e qujnë vetëm po, ta edhe në ato komuna u vënë kryetar shqiptarë. S'është kjo zgjidhja. A ka ju profesor tek tema kryesore që sonte kemi ardhur me të pyet? Ti e di çfarë kryesore, unë përgjigjem ty. Po ç'ne, se ju thoni ç'ne, pse? Po ç'ne. Si u bë? Korçarët thonë, jo gjithë shqiptarët, vetëm korçarët ç'ne. Korçar. Po si u bë puna, domethënë që një profesor i fizikës të jetë në krye të shishit, shërbimit informativ shqiptar. Kërkon që të bëj biografinë time ndani. Jo biografinë tënde, po nuk kam qenë kurrë me politikë. Po prandaj po thënë. As në ato kora, as mbas ndrimit sistemit. Megjithatë, u kryen situata veçantë çik në 97-ën. Ishte president Berisha, ndodhen ato firmat piramidale, pati protesta në gjithë Shqipërinë dhe Berisha u detyrua t'jap dorëheqjen, se ishte presidenti i vendit. Kishte vetëm një vit, ai kishte 4, 3 i dogji. Dhe erdhi koha që do bëheshin zgjedhje të reja. Dhe unë mendua që në këto zgjedhje, zgjedhjet ishin me 2 bashkëkryetarë, një nga e majta, një nga e djathta. Dhe menduan që të sjellin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve persona që nuk ishin implikuar me politikën. Dhe që kishin një emër, edhe ai kolegu im ishte profesor në matematikë, unë profesor në fizikë. Ne kemi qenë 2 bashkëkryetarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në 97-ës, që ishin zgjedhje vërtet të vështira. Kështu hyra, kështu bëra si thua i njohur. Unë isha pedagog. Pse në fakt ndodhen trazirat në Shqipëri në vitin 97, se shumë njerëz thonë që domethënë kur u thyn deponitë kështu, u thyn për me ndihmu Kosovës me armatema, është e vërtetë kjo? Si? Kur u thyn deponitë e armëve kështu, u thyn për me ndihmu Kosovës. Absolutisht jo. Kosova mori shumë pak për këtyre dhe i bleu. Kosova nuk i mori ato armë. Ato armë u shpërndan në popull, një pjesë u ble dhe u fut në Kosovë për luftën. Po jo se u bë për këtë qëllim. Po si e gjete, domethënë kur u vendose pas Bashkim Gazetetës në krye të shishit, si e gjete shishin? Ashtu si që ishte. A kishte në emër të mirë shishin në ato? Kur kryeministri i Shqipërisë asaj kohe, Fatosnano Mustiri, dhe më tha, kam menduar që të drejtosh shikun, a e bën tha? E bëj të shumë, s'ka nëjë problem, vërtet. Unë se dhja që ishte shikun, me thënë drejtën. Por dhe Fatosi më thatë një të njësë, unë se di që shikun, tha. Shko shikoj dhe ti e di. Dhe i thash qa do prej me e. Dhe më dha këtë përgjigje. Unë nuk e di ta mam qa shikun dhe qa detyrë është si kasë, se kam pa ligjin e ti. Por, politikisht unë kërkoj që të përpikjesh të ndrosh emrin. Kishte një emër shumë të keq në popull, me qenë se kishte qenë pjesë e reprezaljeve që qeveria bëri në popull. Jo në të gjithë periudhën, po sidomos periudhën e fundit. Kur filluan protestat për firmat piramidale, u rrafën njerën, u vëran njerëz. Dhe emri i shikut ishte vërtet shumë i keq. Pse? Edhe me ligj kishte kompetenca ekzekutive. Shiku mund të arrestonte, mund të mbante para burkime, këtë thash. Kështu që gjë e parë që bëm ne ndrum ligjin. Shiku ngeli vetëm institucion informativ. Kishte drejt me arrestu kërkën. Absolutisht. Se deri në atë kohë ka pas drejt me arrestu? Po. A është e vërtetë se kam pas intervista shumë edhe me doktor Berishën
E kompjuta më ka thonë që veç Zahir Pajaziti është arrestu. Nuk është arrestu Adem Jashari, komandanti legjendar. Si është e vërteta në fakt? Se di, është janë arrestuar dhe Hashimi është arrestuar. Kështu që Edhe Hashim thotë nuk që e është di sa, arrestu. po. Kështu kam dëgjuar se unë. Se ato nuk kanë lënë dokumenta për këtë punë. S'kishte në arshiv dokumenta. Pastaj e rëndë është që ata u futën në Kosovë, punica, dhe u arrestuan atje. Po për se shumë herët kam vetë për patriotin e madh Remzi Hoxha. Ke gjetë diçka në ai dokument? Që jo, s'la njëri dokumenta. Kur erdha unë në Shik, me erdhi familjarët e Remziut, dhe më thanë kështu. Pastaj filluam, caktova njerëz që u morën me këtë, në bashkëpunim të fortë me prokurorin. Nuk e bën vetëm, se prokuroria është organi zyrtar që duhet merresh me atë punë. Jo Shiku. Shiku punon për kryeministin dhe presidentin, por natyrisht bashkëpunon edhe me policinë edhe me, po nuk e ka detyrë kryesore. Kështu që ne e morëm më shumë përsipër me qenë se ai ishte arrestuar nga Shiku dhe ishte vrarë nga Shiku. Nga vronë nga Shiku. Po. Shiku. Se shumë herë doktor Berisha po besoj ke bojë intervistat të akuzon ty. Po jale më se pas u merrni me Berisha, nuk është njeriu që besohet. Absolutisht. Them eksperiencë personale, nuk po flas si shefi Shikut tani. Ish shefi Shikut. Po flas si një qytetar që e kam ndjekur Berisha. Berisha nuk besohet për asë. E po thu që Remzi Hoxha e kanë vrarë shishi asaj kohe? Po më kanë vranë lesh, të ka që dim se në arritëm deri te rohet i kishin qenë prezent, po të gjithë njerëzit kur iku Gazidedja dhe Berisha hoqi dorë dhe u bën zgjedhje dhe diesh që do humte, nuk do ishte më në pushtet, të gjithë njerëzit që ishin implikuar me vrasjen e Remziut kishin shku jashtë. Kishin shku me pasaportat diplomatik të firmosme nga presidenti i vendit. Ishin në Angli ato. Po dikush kush e sheket intervistat, po edhe në 21 shtator 1998 është vrarë ministri i mbrojtjes Ahmet Krasniqi. Në kohën kur keni qenë edhe ju në krye të Është vërtet. Është vërtet. U përpoq prokuroria, u përpoqëm dhe neve që ta gjenim, ai bile banonte në shtëpinë e një. Jo, është vrarë në atë kohë, po tham prej, po është vrarë në atë kohë. Po tham që është vrarë në atë kohë, në vitin 1998. Po. Jo, s'thash jo, thash është vrarë në atë kohë. Okej, është vrarë, është vërtet. Po. Dhe natyrisht ishte detyrë shtetit shqiptar që tregonte se faktën të gjende kush ishin vrasit, kush ishin ata që ishin porosit vrasin. Edhe është gjetë sot e asaj kohe? Nuk është gjetë akoma. Çfarë mendimi keni ju, profesor, për këtë vrasje? Shiko, nuk e di. Tani do ishte gjuna që unë të them një gjë në opinion, se di vërtet. Mos i bie më qafë kërkujt. Po dhe ati si figurë. Se ai quhesh që ishte ministri i mbrojtjes, pa po mos ishte mbrojt. Nuk ishte akoma ministra? Nuk ishte ja kishin dhënë fjalën që do ishte ministri i mbrojtjes. Unë kam taku 2-3 herë, se vinte për farku. Çfarë mendimi keni pas për ta personale? Pozitiv, ishte njëri që normal. Por çështja e tyre ishte aq normale. Pse? Paske kishin kriju një ushtri të qeverisë së Kosovës në emigracion, që quhesh FARC, dhe në të ishin mbledhur vetëm oficera. S'kishin ushtar, vetëm oficera, ishin shqiptar të Kosovës që kishin studiuar nëpër akademitë ushtarake të Serbisë, Serbia të Jugosllavisë, kryesisht akademitë që ishin serbe, se ushtrinë e kishte Serbia, di është në Jugosllavi. Dhe ata merrnin një rrok të mirë këtu, kishin lënë ushtrinë jugoslave, kishin ardhur këtu po kaq. Nuk u futën kurrë, ju kërkuam, t'i ndihmojmë që të futen në Kosovë. Asnjëherë s'pranuan. Asnjëherë s'ka pranuar. Shtyn, jo. Asnjëherë gjithmonë është shtyn. Për mendimin tënd nuk ka pas FARC, a? Jo, FARC ka pas, e mbanin veten ata. Është fjala në front të luftës. Ne kishim një siklet. Natyrisht, në Shqipërinë, gjatë luftës së Kosovës, erdhën shumë gazetarë se ishte më kollaj, nuk futeshin dot luftë, dhe ndiqnin luftën edhe këtu, po interesoheshin ç'a bënte
Shqipëria për luftën e më të tash. Dhe natyrisht ato QK-s nuk vinin në Shqipëri, vinin vetëm njerëzit e rëndësishëm. Dhe ata nuk vinin veshur ushtarak, vishën civil. Kurse këtët farkut mbanin uniformën e UÇK-s dhe dilin në për Tiranë. Në Tiranë, në Lezhë. Ati ku ishin 3 kampe kishin këta, në Kavaj, në Lezhë dhe në Tiranë. Dhe ushtarët të UÇK-s që shëtisnin në për Tiranë është absurde. I thamë disa herë, kërë ishte problemi jonë kryesor, që të paktën këtë mos të bëni. A ke pas takime, sigurisht? Natyrisht që ke pas takime me Bujar Bukushin në atë kohë, po? Ja. Asnjëherë? Ja. E di që flisni, dhe me thonë, ato ditë kur ke orë në kryet e shishit, e kam dëgjuna për intervistat që ke thonë e ke gjithë diçka do para aty në, a është e vërtet? Si, po, është vërtet. Sa para? Diku ke gjysma e shifrës që qeveria e Kosovës i kishte dhënë shishit. I kishte dhënë 600.000 marka, marka ishin, akoma si ishte euro. Domethënë praktikisht kanë qenë 300.000. Unë gjeta 300.000. 300.000 ishin harxuar, po kishte E pse ja ka dhënë? Ta di unë se ja ka dhënë. Po dhe se... Ndim që të bëhesh më i fortë. Po dhe Për me ndimu. Ju s'keni qenë luftë në atë kohë, realisht kemi qenë ne, jo. Po. Prandaj them nuk e di. Se jo vetëm që se kam është absurde, apo profesor? Po, prandaj them se di pra. Jo vetëm që se kam ligjuar, pas logjika s'ma merr pse duhet ta bënte. Por unë gjeta aty. Një gjë më pëlqeu që llogaria ishte saktë, e thoshin kemi marrë 600, kaq janë prishtu, kaq. E kish përdor shiku për punë të veta. Megjithatë nuk i morën kurrikun. I lanë në kasafor, i lanë edhe me letra. Gjëra e parë që bëm në me to, ble makina. S'kishte shiku, se ishin ndjek gjitha makina. Po. Edhe Për zyrat, shkak të trazira, po. edhe zyrat, edhe makinat ishin të gjitha djegura. Dhe ne ndërtuam gjithë zyrat, nuk bëm tendera, i ndërtuam vetë. Edhe ndihmon dhe ato para. Vim deri tek njoja jote me ushtrisë shqiptare të Kosovës, ajo që i njofton po më ju intereson më shumë të shqiptarëve të Kosovës. E kam dëgjuar intervistat e tua shpesh herë se më dëgjoj me ëndje se e di që ke kontribuar shumë për ushtrisë shqiptare të Kosovës. Jo, ma kontribuar. Ke thonë që e taku me 2 njerëz. Njëri i ka pas ondrat pak më të mëdha, tjetri ka qenë më realist. A muj me ditë kush kanë qenë ata njerëz? Të parin kam taku Ibrahim Kërmendin. Një shoqe ime e klasës e kishte të vetin do në kushuri. Është andeja nga Plava. Dhe më thakë shumë ardhë, një thash, po më e takoj më shumë qep bilet. Shof që do thotë. Dhe më foli, kishte që po organizohemi, po bëhemi, por më çuditin qikë se aje konsideroj luftë klasike. Do blim tanke, do blim aeroplan. Nuk e takova më, pastaj Nuk e morë për seriozisht. Ja, se mora seriozisht. E i dyti? I dyti ishte Xhavit Aliti. E parë që Xhavit ishte tjetër gjë fare. Dhe në sqaroj që pse ishte në Tiranë, qa përfaqësonte, qa kishim bërë deri atëherë dhe qa donin të bënin, ku donin të arrinin. Natyrisht më pëlqeu që Kosova ishte e pambarë, se UÇK-ja këtë kishte në objektiv në vetë. LPK-ja, fillimet e UÇK-s janë LPK-ja në Zvicër. Absolutisht. Në student që ikën të atë njëshin. Dhe ata që në fillime kanë pasur ide. Në ndryshim nga krahu tjetër që kërkonte që të fitonin ca favore në Jugosllavi, se Tito u tregu i mënçë, i dha autonomin, e bëri krahin autonome, të thash. Por mbas të dhe njëshit dhe filluan t'ja heqin gjitha derisa në 79. Po me komandantin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Dajën Azem Sylin, kur jeni njohur? Çik më pak, më vonë. Më vonë. Se më Zeka. Në prezentoj Zeka pasaj me gjithë. Të gjithë tjerët. Pra lidhja kryesore jotja me ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë nëpërmjet Xhavit Halitit, apo? Po, ai ishte përfaqësues këtu. Ishte zyrtar ajo. Kupole UÇK-s i themi ne. Ë? Kupole UÇK-s. Në atë kohë. Nuk di si i thoni ju, unë di si që ka qenë për mu. Dhe, natyrisht, unë qova në gjitha institucionet e shtetit pastaj, por dhe ai njifesh.
për këtë punë. Pastaj në sollit gjithë edhe Hashimin, ai Magasell edhe Kadrin edhe... Keni pas takime edhe me ish presidentin Thaçi, normalisht ish krejun e Shikut, Kadri Veselin, jeni taku gjatë luftës? Sigurisht, kanë ardhur shumë herë. Kujtohet ndaj diçka që të ka mbetë në kokë sot dhe asaj dite? Që të ka thonë presidenti Hashim Thaçi? Jo. Kemi folë vetëm për luftën. Personalisht një feshim shumë pak. Nuk largohesh biseda nga çështjet e luftës. Natyrisht, kur shkonin për të nga një drek, se ka ndodhur edhe gjëra të tilla, bëhesh edhe në shaka dhe në gjë. Absolutisht, që e kam fjalën. Po jo, nuk më kam mbetur në gjë. Domethënë, flitet kështu rëndom në përpupull si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri që Pandeli Majko nuk i doli në ndihmë ushtrisë ligjore të Kosovës, si është e vërteta, profesor, në fakt? Jo, nuk. Ishte kryeministër dhe ai u ndodh, ishte kryeministër akoma kur kishte embargo kontra dërgimit të materialeve, armëve. Ndërkohë që dërgimi kishte filluar para se të vinte Pandeli Majko deputet, ashtu kryeministër. Dhe ai e dëgjoi këtë gjë. Fatkeqësisht nuk kishim folur me të me njëri tjetër, nuk më pyeti fare. Dhe mori vesh që po. Ndërkohë që qunte që po thyet embargo, shteti shqiptar ka përgjegjësi për këtë punë dhe qunte detyrë të vetën që të merrte masa. U munduam të sqarojmë që shiko, ato që thuhen embargo në të tash janë probleme të mëdha, po ka të probleme tjera nga ato që thuhen. Ndërkohë, dhe Bashkuara ishin bërë për krahasi kryesor i luftës Kosovë. Dhe e dini shumë mirë, vinin armë nga Amerika, jo nga Afrika, dhe jo vetëm nga Europa, po dhe nga Amerika, që s'ishte më e për... Mundu me sqaru qore, kështu është situata. Politika e madhe amerikane hiqet serioze, se njeh, në fillimi qytën kriminella ose terrorista. I qytën terrorista, pastaj avash avash. E kuptuan që këta njerëz nuk ishin terroristë, po sakrifikonin për vendin e tyre. Terroristët nuk sakrifikohen. Vritet në një, vetë vritet nga ata. Kapa ata janë normal, sigurisht. Po si u bë puna që domethënë në Rambuji kishte edhe njerëz të shishit? Jo. Nuk ka pas njerëz? Jo, nuk ka pas. Të shishit, jo. Ati ka qenë një që më vonë erdhi në shish, po ishte nga policia. Jo, nuk e bisedum të punë, s'kishte nevojë. Pse, aty shkuan disa ndihmuesa, me qenë se praktikisht në bisedime po diskutohesh për një Kosovë të ardhshme. Jo si shteti pavarur, natyrisht, po një Kosovë të ardhshme që do kishte policinë e saj, më të thashë. Të gjitha institucionet e nevojshme. Dhe u quan, gjatë bisedimeve u quan edhe këshilltar në gjitha këto fusha që një shtet ka interes, në mënyrë që në bisedimet të bënin pretendime më profesionale, se sa të shkonin vetëm Hashimi, po themi Zeka, më të thashë, të kishin këshilltar që të pranonin ose jo, si ndodhi vërtet. Për këtë u quan, jo se ata s'kan marrë pjesë kurrë në bisedime, ata kanë qenë këshilltar që takoheshin mbas ditë të drekave, bisedonin çfarë u tha. Kjo ka qenë ndihma. Kryesisht diplomatike ka qenë ndihma. Aty ka shku ministri jashtëm. Por qëndronin jashtë kështjellës. Dhe konsultohesh. Kjo ishte ndihma, kaq mund bënin. Po deri në atë kohë nuk ishte Shqipëria pjesë në diskutimet e Randijës. Deri në atë kohë ka qenë më pak i njohur ish presidenti Hashim Thaçi, apo jo? Po, sigurisht. Atje u zgjodh kryetari i ekipit. Nga kush? Po nga gjithë ata që ishin bashkë. Nga kush? Shikove, nuk kanë vendos vetë. Më beso. Se periodë ideja sikur shteti shqiptar, asnjë gjë. Kanë vendosur vetë, sigurisht kishin edhe ndihmë, kishin amerikanët mbështetje. Atë kohë kisha avancuar fort mbështetja e Shtetit Bashkuar, Anglisë, të gjithë.
shërbimet e vendeve të mëdha ishin në Shqipëri në atë kohë dhe ne dinim hapur që ata e dinin më përpara nesh se çfarë do ndodhte. Nuk them për bombardimet, po që në fundit mund të shkohesh dhe në zgjidhje me forcë, siç shkoi. Dhe zgjidhjet me forcë, shërbimet janë të parat, që shikojnë terrenin, shikojnë pyesin, si që është. Kështu që këta ishin vërë shumë të rëndësishëm. Njerëzit e UÇK-s që ishin në Tiranë. Që ata komunikonin, nuk po ta gjeni nashimin ishte në luftë. Megjithatë e vinte her pas here dhe po në Rambuje pastaj u bë një figurë kryesore. E kam dëgju kështu derisa kom nejtë se jemi edhe meq kështu, po mënej me Xhavet Halitin e me Dajën e me shumë prej tyre. Edhe gjatë biseda kështu e kam dëgju per pas here në biseda private duke thonë që lufta e ushtrisë ligjore të Kosovës nuk do të ishte e mundur pa shtetin shqiptar. Në çfarë forme, profesor, ju keni ndihmu ju përveç furnizimit me armatim, mobilizim në çfarë forme? Hiç kryesisht jo furnizimin, nuk kemi furnizuar ne. Ne kemi ndihmuar që furnizimi të shkonte aty ku duhesh. Kaq. Shiko, lufta do armë. Absolutisht. Të hapësh luftë me ushtrinë jugoslave është guxim shumë i madh. Ishte dhe është akoma. Është një guxim shumë i madh. Dhe duhen armë dhe njerëz sigurisht. Nuk ishte. Edhe guxim. Guximin duhet ta ketë gjithë ekipi, po edhe secili veçanërisht. Veç. Dhe nuk mund të bëhesh pa furnizime nga jashtë. Qartë, do korruptonin magazinierët e ushtrisë serbe që të merrshin armët. Armët sigurisht do vinin nga jashtë. Pse, sidomos në fazën e parë, lufta do ishte akoma jo zyrtare. Po e hape që në fillim që do bëj luftë, s'të lë njeri. Por, edhe kështu ndodhi. Armët erdhën gjitha nga jashtë. Është merit e tyre. Nuk është ngatëru, për këtë ju them me bindje, do të them, sepse do ishe ngatëru, do ishe ngatëru unë. Nuk kemi ngatëru se ku i gjenin armët. Sa i blenin, sa si blenin. Ishte punë e tyre. Ne ndihmonim që në Shqipëri, sidomos fazat e para, që policia mos i pengonte, që kufirit mos i pengonte, më thash. Pastaj, më vonë, u sqaroja punë dhe që është, po themi normale, po vetëm kaq. Vetëm kaq. Shteti shqiptar ka ndihmuar shumë në kurimin e plagosur. Kurimin e plagosur. Sigurisht. Në gjitha spitalet shqiptare kishte njerëz që plagosur. Ka ndihmuar shumë për të çuar kurime jashtë në raste të vështira. Ju ka dhënë pasaport shqiptare dhe i ka nisur andaj. Dhe kjo ka qenë një ndihmë. Natyrisht konsultime. Po si u bë puna, profesor, që domethënë ndoshta e ka ditë dikush, po tash ca vite pas luftës po e shohim që ka pas brenda ushtrisë ligjore të Kosovës fatkeqësisht edhe njerëz që punuan për UDB-n. Njëri ndër ta ishte edhe Nazim Bllaca. Nuk i di. Keni dëgjuar për këtë rast? Jo. Po ju kështu personalisht e dini që ka pas agent brenda? Shiko, unë di që ka dhe sot. Nuk e di. Nuk di asgjë, po e kam parasysh që Serbia është një vend që ka pas Kosovën për që nga 18-ta deri në 98-ën, 99-ën në vërtet. Dhe më thënë i bje 80 vjetë. Dhe ka punuar në Kosovë. E dinte që ishte një krahin e Serbisë që nuk ishin serbë. Serbët nuk kanë qenë në Kosovë. Kur u vendos kufiri Kosovës, sa i futën Kastile serbët. Kosova mos ishte etnikisht e pastër dhe të kishte drejtën e plot me kërku pasaj një republikë të paktën. Por, thash, nuk çuditem që ka pas. Kosovarët shkonin shumë largë dhe thash në fillim në muhabetin që bëm para se të fillonin. Gjysma akuzonin gjysmën tjetër për agent të UDB-s. Natyrisht, është absurde. Ka gjë, por brenda vendit Ka, po jo atë shumë. Shiko, armiq brenda vendit të shqiptarët i quhen armiq ata. Natyrisht kishte plot shqiptar që shkonin mirë me serbët, kishin bërë universitetet në Serbi, shpesh ishin martu dhe me gra serbe, më tash, nuk është gjithë populli një lloj. Sidomos në qytete ndodhte kjo, edhe në çik më shumë me inteligjencën. Populli natyrisht kishte lidhje
me Serbinë. Po prapë Serbia i quhet në armiq. Kështu që ka pas një shërbim shumë të fuqishëm brenda Kosovës. E marr me mend këtë. Nuk besoj se ka shtet në dot që nëse në një pjesë të tij janë njerëz që se duan atë shtet, sigurisht që do të fusi shërbimin e vet për ta pasur në kontroll të paktën. E vërtet. Dhe kështu ka ndodhur. Po profesor, para disa dite ke edhe ditëlindja e Sokol Pogos. Po. Çfarë mendimi keni për të? Cili ishte roli dhe kontributi i tij? Sokoli ka qenë një nga punonjësit e shërbimit. Dhe unë nuk e njihja përpara, natyrisht, ma prezantun si njëri familja e cilit në has kështë qenë shumë e afërt me Kosovarë, me shqiptarët e Kosovës, dhe që e njifte situatën në Kosovë, më mirë se është në një zonë kufitare. E thira, bisedum, dhe me ngarkova që tjetë një nga njerëzit që do punonin më afër me shqiptarët e Kosovës, me UÇK-n, dhe sigurisht që bëri punën e vet, ndihmoi goxha. Tash i njifte të gjithë shumicën me emër, ndërkohë që unë për herë të parë u përplasa me kosovar. Kam qenë një herë në 81 në Kosovë, 85-ën. 85? Po, u bë një kongres si matematicien, fizikanëve dhe astronomëve të Jugosllavisë. Dhe ata vendosën që në këtë mbledhje të iniciohesh krijimi i shoqatës ballkanike të fizikanëve. Delegacioni shqiptar isha dhe unë, ishim dy vetë. Drejtori i Institutit të Fizikës edhe unë isha shefi departamentit matematikës, të fizikës në fakultet. Atëre kam hyrë për herë të parë në Kosovë. Nuk kishte hyrje dalje absolutisht 85, mas 81. Në asaj disën mirë, dhe me njofa ata njerëzit e fizikës i njoha, se ndetëm një jam në Kosovë, në ashtu ditën në qikë Kosovë. Më duke është një çuditshme, kur shifsha xhirun në Prishtinë, do në një rand të rrugës shqiptarë që shëtisnin, në anën tjetër serb që shëtisnin, një situatë që se imagjinoja dot. Vetëm ato kam njoh. Pedagogët e fizikës Universitetit Prishtinë. Po me presidentin Ibrahim Rugova? Ja. I takuar në e? Ja. As gjatë luftës, as heq? Ja. As tjerë? Gjatë luftës. Çfarë mendimi keni pas historinë e tij gjatë luftës. Ishte në Prishtinë, pastaj shkojnë në Beograd, e thirrin Miloševićin, pastaj e morën qendër, e morën italianët dhe mbajtën Itali derisa mbaroi lufta. Shtrupruja e tij Adnan Merovci, zotë Adnan Merovci thotë që ai ka qenë kidnapim i Ibrahim Rugovës, e kidnapuan fakte edhe e morën me dhunë në Beograd. Me dhunë Beograd, me dhunë nuk merret në televizor, me dhunë merret po dhe futet në burg. Po jo, takohet me presidentin. Pse po thuaj ka bën me dëshirë? Nuk the me dëshirë. Nuk e kundërshtoj dot. Kishte arsye dhe vetë pse se kundërshtonte, po jo me dhunë. Shkohet bisedim me dhunë. S'pranoj me bëllë, po të fusin në burg. Ndërkohë që ata pranon të shkonte në Itali, ta merrnin italianët që t'i shpëtonte luftës në Kosovë, në kush. Nga serbët jo. Se ai në zyrën e presidentit Serbisë ishte. Nga UÇK-ja? Ha? Nga UÇK-ja? Se di, tani nuk bëj dot konkluzionet tilla se vërtet mund të më marrin për tërë, se unë në fund do t'u them diçka që duhet ta thonin emër tim. Po, pa problem. Po të marrojmë punë, jo. Po. Pra nuk e them dot që të ruhesh nga lufta tash. Dhe ca kohë nuk e dinim. Mas 3-4 ditë shumë morë vesh që ishte në Itali dhe atje ndeti deri në fund luftës. Vim tek... Kështu që politika ti paqësore nuk më pëlqente, në thënë drejtë. Nuk zgjidhesh ai problem me luftë. Pa luftë, absolutisht. Nuk është se UÇK-ja ja doli vetëm ta çlironte Kosovën. Por UÇK-ja krijoi premisat për një luftë. Ju po luftë. thënë që pa luftë nuk është çliru. Absolutisht. Pa luftë nuk çlirohesh. Prandaj dhe unë, jo vetëm se fati që isha në kryetari Shikut më bëri që t'i njoh këta, po edhe pa e njohur, unë do isha gjithmonë me këta.
No çukur. Njëtat mendimi ka pas edhe dhe me thonë, gondi i balkonës që njët atë basa Adem Demoqi, e takuar në me ta? Kush? Me Adem Demoqi, në Po takuar? jam takuar në Tiranë. Po thuj që i ka pas mendimet e përafërta si shteti, Po, nuk normale, ishte pa luft. për njëri që e njeh serbët, e dim sa tegër kanë qenë, sidomos me shqiptarët, sa shumë më munduan që një pjesë të kosovarëve t'iklin në Turqi, i përzonë në Turqi, do të thënë. Ata pretendonin që, dhe akoma sot thonë, është djepi qytetërimi serb, e i shpirtit serb, do se kanë ato manastiret e më të thash. Do të thënë, serbët akoma se kanë parë, Miloševići me këtë po fiton. Prandaj dhe mbarën këtë qëndrim, se nuk është aq budalla. Unë kam dëgjuar, kur i tha njerë Kadabalivut në miting, që shiko, mos u ankoni për qëndrimin tim ndaj Kosovës. Kanë miq shumë të mëdhenj. E kishte fjalën për Amerikën. Është Amerika më rabatyre, unë s'po luftoj me kosovarët, unë po luftoj me amerikanët. Do të thënë, serbët akoma, ai fiton vota me këtë qëndrim, edhe ai biznesmen është. Vota kërkon. Ku është Vučić? Vučić, sigurisht. Biznesmeni politikës, nuk po them, nuk prodhon në gjopa. Biznesmen, ai mendon se nga merren votat. Si merren votat? Votat merren duke mbajtur këtë qëndrim që Kosova është Serbi. Ne jemi dakord, nuk do ta pranojmë kurrë. Një lloj siç Zoti Kurti në Kosovë, si i merr votat? Ja, duke thënë që ne vendosim, ne si du mas Amerikanët... Dhe vërteta është krejt ndryshe. Jo, s'është ndryshe. Po prishet ai, edhe po e bën se tani. Por se bën do të hapur. Edhe po e bën kështu, ja, kundërshton, nuk pranon këtë... Pse mendon që e ftuan tash në Amerikë? A e ftu? Pse mendon që e ftua në Amerikë? Se ftoi njëri në Amerikë, shkoj vetë ai. Po, po, sigurisht. Ka takuca njerëz, sigurisht ai nuk është kryeministër i një vendi, po nuk se ftoi qeveria amerikane. Jo, Jo. Se dëgjuam, ca kongresmen kishte taku. Nuk e takoj në njëri nga departamenti ose nga shtëpia e bardhë, jo, po. Po shpeshherë është përflit, domethënë në emisionin tim nga ish kryeministri Haradinaj, po shumë njerëz tjerë që dyshojnë domethënë në pikpamjen në natyrën e Zotrit Kurti, sa ka qenë i burgosur politik në Serbi. Çfarë mendoni ju? Është problem për sigurinë kombëtare siç mendojnë ata? Nuk di ta them, do ishte gabim që të prononcohesh unë. Ai ka qenë, me sa di unë, 1 vit e gjys, 2 vjet burg. Në Kosovë, pastaj e liruan. Në Serbi, pastaj e liruan. Ma jeni taku gjatë luftës në herë me ta? Jo. Sa i ka punu në zyre të Adem Demoqit? E di që ka qenë, pasë Demoqi nuk ishte zyrë këtu. E di që ka qenë se e kam lexuar biografinë e vetë, se më intereson dhe të me ditë do. Tani, jo atëherë kurisht, kam nga shiku në 2002, ku Albin Kurti se njifte kush. S'kam pas rast me e takuat njëri. Por lexova biografinë dhe kam parë që me sa duhet është njëri i zoti për të bërë propagandë. I zoti për të bërë propagandë? E për të udhëheq shtetin ju, a? Për me udhëheq shtetin? Shiko, të thash janë interesa. Interesi kryesor i ti, sipas me. Nuk është Kosova. Është pozicioni i ti. Dhe pozicioni i ti kërkon vota. Dhe votat merren në këtë mënyrë. Duke i bërë qefin qytetarëve kosovarë që me sa duket nuk janë aq të informuar, nuk janë aq vuajnë për një çik patriotizëm, më të thash. Ka të vush. Kjo është arsyeja. Nëse doni me një temë tjetër tek vrasja e Azem Hajdarit, keni thonë shumë herë që Azem Hajdari nuk ishte vrasje politike? Jo, unë asnjëherë. Jo, Absolutisht jo. Për shka, do më thonë ti ke thonë që nuk është vra nga shteti? Azem, jo, nuk është vra nga shteti, se në shteti isha unë atëherë, isha Fatos Nano, nuk kishim asnjë interes. Po vrasje politike ishte, a? Jo, s'është vrasje politike. Ato e përdori politika, e përdori Berisha, praktikisht. Në çfarë forme? Në formën që ai e njifte Tropojën, kishte njerëzit e vetë, dhe Tropoja edhe në atë kohë ishte ndarë me 2 kampe, një kamp që ishin më afër socialistë, një kamp që ishin demokratë, se kishin Berishën. Dhe e dihesh që me Haklet kishte një konflikt Azem Hajdari.
pretendohesh që një nga vëllezërit Hakla ishte vrarë, jo nga Azemi vetë, po nga njerëzit e tij, për hesab ti, me thënë më mirë. Dhe dihesh që ata edhe mburreshin, me thënë drejtën, në Kosovë, se me zakonet që janë andej, në qoftë se do marrësh hak, duhet ta thuash, marrësh hak dhe se haku nuk merret për gjakun tënd, merret hatët karaballikut, që vinë rreth rrollë, bile ta kërkon karaballiku rreth rrollë. Dhe ne dinim këtë gjë, ne patëm këshillu Azemin, na falenderoi praktikisht në si shik. Dhe në televizion ka dalë dhe tha, po, unë kam marrë. Se ja qumë llafin vetë, po më shumë ja thamë ministrit brëndë, ta asaj kohë që kishtë qenë në një parti me Azemin, kishtë qenë partinë demokratike, kishin sa ju një parti më vete. Do ona e njifte Azemin personalisht. Dhe ja kishtë thënë dhe Azemin tha në televizor, që unë falenderoj shikun edhe ministrin e brëndshëm që informuan që shiko ka tentativa, i ditha dhe i ka marrë masa. Bas njave, Azemi, ura. Por, opinioni im është që Berisha shfrytëzoi këtë vrasje. Nuk e di sa ka ndihmuar, po për ta shfrytëzuar, e shfrytëzoi rënd. E quajti vrasje politike, e quajti vrasje me qenë se Azemi ishte i rëndësishëm Partinë Demokratike, s'është vërtet. I vetmi njeri i rëndësishëm që Berisha kishte frikë ishte Azemi. Pse Azemi ishte trim, kishte njerëz nga mbrapa, kishte grupim domethënë. Ajo përplas zyrtarisht me Berishën, e përzuna dhe u bë kryetar sindikata, shemse thash. Ishte në një periudhë konflikti me Berishën. Dhe kjo ai e shfrytëzoi. E pa që në dy mënyra, një ishte me Azemi që e tremte, me të drejtën. E tremte, ishte djali Zotit, i fortë. Dhe dyta që hodhi den që e vrau shteti, e vrau Partia Socialiste, e vrava unë, me urdhër të Recep Fidanit, Fatos Nanos. Nga kush është vrau, profesor? A mund ta themi tash nga Haklaj. Fatmir Haklaj ka tërheq pistoletën. Kishte probleme personale me to. Tani, kush e la Fatmirin që t'i afrohesh Azemit? Ky është problemi. Shteti shqiptar i asaj kohe nuk kishte asnjë interes që të vritesh Azemi. Ishte një deputet që shteti duhet ta mbronte. Si gjithë qytetarët, po deputetët sa më shumë, ne i lajmëruam. Pa i kishte bodyguardët e vet, nuk kishin deputetët bodyguard në shtetin atë kohë, kështu që ne s'kishim detyrimin të jepshim bodyguard. Pa i kishte të vetët, kishte shok, miq të vetë që e mbronin. Dhe shteti, si thua, kishte detyrimin si deputet. Nuk fitoi asgjë. Qeveria Nano urrëzua nga vrasja e Azemi. Nuk fiton të shteti asgjë. S'ka asnjë logjikë. Që pse? Ata kush fituan dhe kush pse e lidhun? Një falëndime që mund t'jetë dhënë. Me këtë fakt që u shfrytëzua vrasja e tij. U shfrytëzua rënd për disa vjetën, u bë Shqipëria tym. Në 98-ën, tamam ditën e varrosjes Azemit u ngru shteti praktikisht. U morë televizioni, u morë kryeministria, u morë parlamenti. Do të thënë shumë e qartë që si kishte ndodhur. Po, cili ishte roli i Fatmir Haklit në Ushtrinë Çlimtare të Kosovës? Ai ka ndihmuar Ushtrisë Çlimtare të Kosovës? Kjo se ka ndihmuar për interes të vet, jo se nuk kishte një detyrë. Ai ishte natyrisht, ke parasysh, në atë periudhë, mbas 97-ës, tropoja praktikisht ishte jo jashtë interesit, po jashtë si thush komandimit nga Tirana. Atje policia ishte zoti i vendit, ishin Fatmiri me shokët e vet, dhe një pjesë armatimit që mblidhesh dhe blehesh në popull në Shqipëri, se ishin hap depot në 97. Kalonte dhe nga tropoja. Thuhet, nuk e dim se nuk merresh me policinë, kur jam marrë, sikur me policinë e vendit. Policia ka institucionet e veta për këtë punë. Kështu që nuk mund të me përgjegjësi që po, Fatmiri shiste, blente armë, po ishte, ka që dinim, që ishte interesuar për trafikun e armë.
Tani, quhet ndim kjo të shes së sharmë, që kësë, apo. Për kufizimin veni vetë, nuk e di. Profesor, vim deri tek, unë falenderoj shumë për intervistën, vim tek pyetja e fundit. A keni frikë nga Pollom Pilnici? Nga kush? Nga Pollom Pilnici, profesori. Personazh interesant është. Na Sinqerisht, duhet, ai me sa duhet na duhet deri Atë ka futur aty në listë, domethënë që atë ka futur aty në listë që kanë më të arrestu s'po, po i ka futur krejt, me Dero, me Unë po them është një personazh vërtet shumë interesant, mungonte deri tani në përgjithësi politikanët janë përpjekë që të jenë serioze, më the tash. Kanë dhe ata karagjollije dhe tyre, po ky është kompleks. ai ka bërë me shumë seriozitet fjalë. Shiko, vetëm Ai ideja. kem vlur edhe Vetëm ideja që sot asgjë konkrete. Absolutisht asgjë, vetëm gjërat përgjithshme. Që ka da bodyguard, një limuzinë të madhe, tash. nuk e ka arrestuar Edi Ramën, alo. Nuk e ka arrestuar kryeministri i Roma, ka thonë që ka me arrestu. Atë? Po. Pse jo, ma? Jo. Pëllumbi ka thonë Edi Ramën. Pollumi po më, por ai arreston edhe. A ke frikë prej ti? Ha? A keni frikë ju prej Pëllumbit? Pse? Po nga që ka Pëllumbi arrestu të gjithë? Po lëre tash. Unë duhet përgjigjem seriozisht, kam frikë apo jo, nuk bëj çka. S'kam as frikë, pse do kem frikë? S'kam as lidhje me to. Po të më takoj të më pyes për një gjë, si po flasim bashkë, ja them. Por ai sa kam parë në televizion, duhet një figurë interesante, do ta mbaj mend. Figurë interesante që sharok, apo serios? Interesant. Tani, nuk duhet të bëj epitete. Unë mund të them shumë gjëra, po jo në televizion. Profesor, faleminderit shumë që pranove intervistën. Po jo, Ishte vërtet kënaqësi. bëm një intervistë shumë thjesht. Për fond a ki diçka se thotë që Unë kam diçka dhe duhet të them kosovar. Shqiptarëve të Kosovës. Shqiptarëve të Kosovës, po sigurisht. Akoma se kam studiuar, po do përpiqem. Unë dje kam pas një intervistë në televizion Report TV, këtu në Tiranë. Po, e di, e kam qartë. Dhe qëllimi i intervistës ishte opinionet mia lidhur me gjyqin që bëhet në Hagë. Dhe u mundova t'i them. Pastaj u sqaru një çik për historinë e Kosovës dhe erdhi puna te Rambujeja. Dhe diskutuam që si u zhvillua Rambujeja dhe çfarë pretendonin. Nuk pa tha qartë UÇK-ja, po shqiptarët e Kosovës në Rambuje. Dhe unë, për një qast, nuk i pata parasysh të UÇK-s. Unë i kisha, ata njihja më mirë, ata tjerët nuk i njihja, dhe thash që po, ata gjithmonë janë përpjekur që të kenë statusin maksimumi një republik. Nuk e thash fjallë republik, e sa e nga mrapa, po, që të fitojnë ato drejta që ka pas 74. Dhe nuk e ndava UÇK-n nga pjesa tjetër e delegacionit dhe nga shumica e kosovarëve. Natyrisht dihet që UÇK-ja nuk ishte shumicë në Kosovë. Absolutisht. Dihet edhe me numrin e veteranëve, nuk diskutohet ajo. Ishte pakic e tregun dhe zgjedhjet e para që u bën në Kosovë. 1% e popullit. Jo, si ishte 1%, e më shumë. Shumë më tepër. Votu 22% që ose mbarë. Jo, e kam fjallën për ushtarë. Jo, ushtarë, po më bërë ushtarë. Pra, duke mos qenë shumica, unë gabova. Absolutisht, e them hapur, para kosovarëve gabova, që e quajta që jo, në plane, nuk kanë pas qirimin e Kosovës, kanë pas të fitojnë një autonomi të avancuar dhe republikë. Ndërkohë që me të drejtë të gjithë ata që njohën të UÇK-s, më thanë fatos kjo që the. E tash gabova. Po, na kemi qenë për republikë, jo për... Tjerët kanë qenë për kushtetut. Jo, të tjerët kanë qenë për Kosovë, në kuadrin e Jugosllavisë. Autonomi. Më e madhe e autonomisë është republikë. Republika pastaj ka të drejtën që të ndahet nga federata. Dhe kohë që UÇK-ja që kur u krijua për të luftuar për pavarësinë e Kosovës, me luftë. Nuk tentoi asnjëherë Kosova që në institucionet e Kosovës t'ishte pjesë. Jo, ishin në Zvicër
Profesor, edhe për fund me që e hape këtë... Pra kjo ishte problemi. Unë i them të tërë, në përmjet jush, që po, unë nguta, edhe kërkoj ndjes, sidomos, për dëshmorët u qëkos, do më vinte shumë keq që unë të mendoja që ata vranë për të bërë Kosovën Republikë. Ata vranë për të luftuar për të bërë Kosovën pambarur, sigurisht. Edhe gjithë luftëtarët e tjerë, gjithë veteranët. Kështu që ju kërkoj ndjes. U tregoj pa kujdesshëm aty. Çka do të duhet me procesin edhe me kredet e ushtrisë ligjore në Hauk? Po flitet shumë që ata do në fund të këtij viti do të përfundojnë procesin dhe ata do të lirohen. Çka mendoni ju personalisht? Unë uroj që të lirohen. A besoni në pafajësinë e tyre? Pafajësinë nuk besoj, kam të sigurt. Edhe unë çështë. Shiko, atë pafajësia e tyre është e sigurt. Meqense ata në fillim u akuzuan për krime shumë të rënda. Ajo që bëri përshtypje në Europë ishte transplanti. Tregtia e transplantit organeve. Që gjoja në Shqipëri ishte një klinikë, shtëpia e verdhë. Ishte absurde. Megjithëse kundërshtua, ajo tani s'ekziston më, po me ato fillu procesi. Pastaj u detyruan ta heqin nga akuzat. Tani hoqën dhe plot akuzat tjera dhe ka ngelur akuzat që po e them me fjalët e mia se nuk e di si formulohet ligjërisht, është që këta kanë përgjegjësinë që s'kishin një ushtri të disiplinuar dhe mos i linin ushtarët që kanë gabuar, sigurisht ka ushtarë që kanë gabuar, kanë shfrytzuar faktin që kishin armë në përduar, e kanë shfrytzuar që ndjenin një mbështetje te UÇK-ja dhe ndonjëri ka marrë dhe hak për ndonjë gjë. Gjëra të tilla kanë ndodhur dhe nuk çuditëm, kanë ndodhur në Shqipëri mas luftës. Do të thonë, në një situatë të tillë, ku s'ka shtet, kur akoma s'është krijuar shteti, kur Kosovën e ruanin të huajt, që akoma se njihnin. Do ranë institucionet e serbe të Kosovës, situata ishte që ndodhin ndonjë gjëra të tilla, pas është përgjegjësia e Hashimit. Nuk ishte Hashimi shefi një ushtrie të rregullt që të dinte biografinë secilit, të dinte si qysh tekrën e tash. Për këtë arsye unë them që ata janë absolutisht pafajshëm. Pse? Për akuzat që kanë mbetur. Akuzuan për ato të para të ato në veti, hoqën ata, po dhe akuzat që kanë mbetur, se janë detyruar tani që vetëm akuzë është kjo që. Pse? Lejuan që të ndodhin gjëra të tilla atje poshtë. Ndërkohë që ajo nuk ishte ushtri e rregullt. Po sigurisht. Faleminderit shumë profesor. Kemi njoftur luftën partizane, unë kam pas baban partizan, dhe jo nga librat e nga imat, si ka qenë një luftë partizane. Bam, këtu, mbrohu. Kryesore ka qenë mbrohu. Edhe këtë Kosova, UÇK-ja, e bëri detyrën e saj duke futur fitilin e luftës Kosovë. Milošević u tregu idiot, kujtoj se me forcë do ta zgjidhte atë problem, dëshme i përzën gjithë, vrau, bëri krime, Reçaku është. Reçaku është një nga kthesat e luftës. Ambasadori OSBE-s doli dhe bëri deklarata skandaloze kundra serbëve. Hera e parë që komuniteti ndërkombëtar jepte zyrtarisht, se unë e di që si i dinte të gjitha, jepte zyrtarisht opinion të qartë kundra serbëve. Po të shikosh se unë i nxora në një letër, po s'ke nevojë që t'i përdorën, ka ndodhur shumë shpejt ngjarje pas njëra tjetrës. Prekazin në fillim, pastaj ndodhi Reçaku, pastaj me radhë erdhi Rambuje shumë shpejt, mbas brenda një viti e gjys u përmbys situata. Kosova fitoi pavarësinë. Pavarësinë do hyri NATO brenda. Pastaj gjëra tjera, po, këtu ku jemi sot, akoma janë ca gjëra që... Por një vit e gjys që... Pse, ushtria qeveritare e Kosovës funksiononte, po ishin shumë pak, me aksione të veçanta që kanë bërë. Mbas situasë familja Jashari, do në prekaz, unë jam dëshmitar që UÇK-ja mori një hovë jashtëzakonisht madh. Një pjesë shumë e madhe e rinisë kërkoi që të luftoj. Erdhën në Shqipëri.
Erdhe në Shqipëri 20 e ca mijë vetë. Pse? Atje u hap lajmi, shkojmë në Shqipëri se atje t'japin armë. Faleminderit shumë profesor. U përpiqëm i bindëm që të ktheheshin, nuk kishte armë. Në Shqipëri kishte armë sa dush, po nuk e bënim dot, se atje ishin gjithë gazetarët e botës. Por, kështu ka qenë. Faleminderit shumë profesor. Faleminderit edhe shikuesve që na ndjekët, faleminderit edhe atyre që mësuan realizimin e këtij emisioni. Është ujë Sibura, një shish ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme, është Premium Center në Ferizaj që gjeni rruba të veçanta, e gjeni tek ura e madhe në Ferizaj, si dhe fidanishtja Flakaduni me pemë dhe fidanishte të bukura për ambientet juaj. Faleminderit shumë që na ndoqët. Natën e mirë, kaq ishte për sonte. Shihemi javën tjetër sigurisht.